Situata e kaluara në periudhën e verës që lan pas dhe për diskutimin e planit të masave periudhën vjesht-dimër 2024-2025 si dhe problematika të tjera që lidhen me situatat nga zjarret dhe përmbytjet, ishte qëllimi i takimit të Komitetit të Emergjencave në prefekturën e qarkut të Vlorës me praninë e drejtuesve të pushtetit vendor të gjithë qarkun, si dhe drejtues të institucioneve në qytet. Prefekti Ajvis Allushi në mbledhjen e saj të parë të këtij komiteti pas marrjes së detyrës ka theksuar mangësitë dhe ka kërkuar llogari lidhur me atë çfarë ka ndodhur në qytet, referuar zjarreve dhe përmbytjeve, por dhe masat që duhen marrë. Strategjia e zvogëlimit të riskut dhe planit e emergjencave duhet të zgjidhim gjërat më elementare të momentit. Nga ana e të 7 bashkive nuk është punuar për funksionimin e këtij dokumenti strategjik, pasi sipas tyre nuk ka ekspert për të kryer këto studime, paçka se BKM-ja u përcakton fondin që mund të përdoret për të prokuruar specialistë të licencë. Një pyetje drejtuar këtu edhe bashkive, pse nuk përdoret ky fond? Duke në fakt ka mbetur dhe një detyrë që dhe në fund të mbledhjes ne do të kërkojmë ta vendosim edhe në detyrat për planin e masave për vitin që vjen për të zbatuar. Dhe do të kërkoj deri në fund zbatimi i kësaj detyre. Problematikat e hasura gjatë monitorimit pranë bashkive janë të shumta dhe ato fillojnë që me mosngritjen apo mos funksionimin e komisioneve të mbrojtjes civile në bashkitë e qarkut me përjashtim të bashkisë Vlorë. Përse nuk zbatojnë urdhrat e kryetarëve të bashkive për ngritjen e këtyre komisioneve, cila është arsyeja që pengon ngritjen e këtyre komisioneve pranë bashkive. Një problem i madh janë mjetet, të cilat janë në gjendje jo të mirë teknike dhe të vjetra në vitin e tyre të prodhimit. Mungojnë mjetet e përshtatshme për terrenin kodrinor malor. Kompletimi me uniforma i efektive të shërbimit të mbrojtjes nga zjarret, për shuarin e zjarreve në terren, qoftë malor dhe pyjor, përsërisht një problematikë që konstatohet edhe me syplir. Gjithashtu rifreskimi i shërbimit të mbrojtjes nga zjarri me efektiv në moshë më të re, trajnimet e shpeshta të tyre, si dhe kompletimi me kostume zjarrduruese. Nuk ka personel të trajnuar dhe bazë materiale të vendosur që të jetë në dispozicion të nevojshme për alpinizëm, sepse në fakt të vit kishim disa raste që kanë qenë kryesisht shtetas të huaj që kanë pasur situata të humbjes së rrugës dhe kanë pësuar fraktura në terrene të thyera. Kjo ka ndodhur kryesisht në bashkinë Vlorë dhe Himar. Mospajisja e forcave operacionale me radiokomunikimi kur ato janë në veprim, pasi për shkak të vështirësisë së terrenit dhe kohëzgjatjes së veprimeve, vështirësohet ndërlidhja midis tyre. Në fjalën e saj, prefekti Allushi ka evidentuar dhe një sër problematikash të evidentuara në gjitha bashkitë e qarkut të Vlorës, ndërtimet mbi kanal, djegja e fushës së mbetjeve, zjarret e vendosura me qëllim apo jo, por dhe problematikat e tjera të lidhura me efektivët e forcave zjarfikse, problematika të cilat kërkojnë zgjidhje dhe angazhim nga të gjithë për të mos patur sërish problematika të tilla. Mos shfrytëzimi i plotë i kapaciteteve njerëzore dhe teknike nga ana e bashkive, pasi çdo gjë duket sikur u lihet në dorë punonjësve të shërbimit të mbrojtjes nga zjarret. Mungojnë autoshkallat për ndërhyrjet në zjarret në lartësi. Bashkia Saran u pajis të sezon, gjithashtu kemi dhe një mos funksion siç duhet të hallkës mbrojtuese. Krahas kësaj, kemi dhe një fenomen tjetër shumë të rëndësishëm që është papërgjegjshmëria e njerëzve në vendosjen e zjarreve, që është një nga problemet me të cilat ne përballemi në terren. Të qëllimshme apo jo, dëmi në fakt është i njëjtë dhe me efekte shumë të mëdha. Ndaj njerëzve të tillë nuk duhet toleruar dhe duhet të veprojë ligji me ashpërsinë më të madhe. Një tjetër emergjencë në fakt në qytet që ne ndeshim në bashkinë e Vlorës është djegja e mbeturinave në pikën e grumbullimit të tyre, që shkakton ndotje të mjedisit, dëmton shëndetin e njerëzve, për më tepër në fakt krijon një imazh as pak pozitiv për qytetin e Vlorës. Në fakt nga bashkia shpeshherë është deklaruar se janë marrë masa, por përsëri kur ka qenë për të zjarri ka rënë dhe nuk është penguar nga askush dhe nga asgjë. Këto janë disa nga shumë problematikat që janë evidentuar. Në fakt, unë besoj dhe e di që këto janë probleme që janë evidentuar edhe më herët, janë thënë dhe stërthënë dhe disa herë më parë, por druaj se këto problematika për shumë arsye mund të jenë neglizhuar ose mund të mos jenë marrë seriozisht, apo ndoshta kur kemi dalë nga mbledhjet i kemi lënë në përmbledhjen në fazë diskutimesh dhe nuk ka vazhduar serioziteti për të marrë me këto probleme të ngritura në vit. Në takime dhe diskutime mbi situatat e kaluara nga zjarret dhe përmbytjet, situata të cilat duhet jo vetëm në letër, por mbi të gjitha në terren të marrin zgjidhje.